Agnesa, në mëngjese për ty edhe për krejt shikuesit tanë që po vazhdo me qëndru me Koavizionin e ne sot në këtë lidhje direkte do të flasim për një anketë i cili është i pari kombëtar i cili është bërë pikërisht me numrin e qendrave të rrugës pra se sa janë aktualisht në komunën e Prishtinës, pa ashtu edhe në komunat e tjera, të gjitha janë të përmbledhura në një raport të cilën vetë se e ka bërë Fondacioni për të drejtat e kafshëve bashkë me Forpevs, mirë po që ne do të flasim me Elza Ramadani pikërisht për këtë raport, dhe se ku është synimi i saj, sepse patjetër në momentin që ne nuk kemi të dhënat të sakta, atëherë edhe ndoshta hapat e më të tjeshëm nuk dim se si t'i bëjmë më miri. Kështu që ky raport besoj që do të ndihmojë mjaft mirë edhe në sistemimin e qendrave ndacak që shpesh mund të jetë problematik, mirë po që patjetër edhe të drejtat e kafshëve duhet të marrë parasysh. Elza, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që na ke pranuar sot këtu. Mirëmëngjes juve, faleminderit që po e trajtoni këtë temë të rëndësishme. Ky raport, kur ka qenë nisma e këtij raporti edhe çka po tregon, cilat janë dhënat, cilat vetëse tashmë janë të publikuara? Atëherë, po, ky raport është realizuar nga Fondacioni për të drejtat e kafshëve, por e financuar dhe i dizajnuar nga Forpevs International, një organizatë ndërkombëtare që merret mjaft shumë me tema të tilla dhe janë mjaft ekspert në këtë fushë. E kemi realizuar këtë anketim edhe disa anketime në vitin 2024, por vlen tek sot që edhe në vitin 2025 mes prillit edhe majit më shumë të anketime janë kryer që të mbulohet e gjithë Kosova, gjitha komunat, pikërisht për të kuptuar dinamikën e qenëve ndacak. Dinamika që ka në kupton këtu, sa ka lindje, sa ka klysh, sa ka qenë të pasterilizuar, sa ka qenë që kanë probleme të lëkurës, sa është numri i tyre dhe si po çka po bëjnë edhe komunat, do të thotë sepse tregohet edhe shkolla e sterilizimit, do të thotë pasi që shumë që sa vite tash komunat e Prishtinës ndërmarrin edhe kastrime sterilizime, ne kemi pas dëshirë me pas se sa është ajo shkolla e sterilizimit, se sa më shumë që shkolla e sterilizimit i bën që aq më mirë është në kontroll situata në rrugë dhe nuk ka shumime të tjera qenëve në rrugë. Do të thotë ne kuptojmë që edhe braktisja është shumë problem, sepse vazhdimisht braktisin qenë nga pronarët e papërgjithshëm, edhe blerja e qenëve shumë e lehtë, po gjithsesi ende duhet anketime tjera që me plotësu pastaj edhe këtë dinamikën e mbarshtimit edhe shitjeve dhe braktisjes. Sidoqoftë, në Kosovë është zbulu që ka një numër të përafërt qenëve diku rreth 50.654, do të thotë nuk është numër fiks, se kjo ndryshon vazhdimisht, do të mas 3 muajve ose 6 muajve ose një viti mund të ndryshoj. Nëse kemi fat mund të jetë më i vogël, nëse punohet siç duhet, nëse nuk kemi fat mund të rritet dhe kjo është alarmante, edhe institucionet këtë raport duhet ta marrin si shumë të rëndësishëm mënyrë që me i dizajnu programet e tyre lokale të intervenimit. Nuk do të thotë kjo se kjo vlen theksohet sepse disa edhe po thonë që KSVL-ja, kastrimi, do të thotë kapja, sterilizimi, vaksinimi dhe lëshimi nuk po kanë efekt, po asnjëherë nuk janë realizuar siç duhet. Do të thotë kjo vërtetohet edhe nga shkolla e sterilizimit. Vlen të thekë që në komunë Prishtinës në 2022-2023 kur i kemi kryer disa anketime ka dalë shkolla e sterilizimit diku 58-59%, që është mjaft më e mirë se sa tash është 21%. Do të thotë që 2 vitet e fundit ku komuna e Prishtinës ka ndërprer masat e qëndrueshme dhe ka ndërmarr masa si që është strehimi ilegal i qenëve, ku 2.000 qenë i ka marrë nga rruga dhe i ka strehu, po rezulton që na prapë kemi 3.000, më shumë se 3.000 qenë në rrugë të Prishtinës. Raporti tregon qartë që zonat urbane kanë më shumë të qenë, për shembull Peja ka mbi 4.000 qenë, Malisheva ka mbi 3.000 qenë, që është shumë interesant se nuk e kemi prit këtë numër në Malishev. Pastaj është edhe do thotë Ferizaj që ka një numër më shumë se gati 5.000, po mbi 4.000 qenë. Do të thotë shkolla e sterilizimit në bar vendin është vetëm 11%. Kështu që të gjitha komuna duhet me të vërtet punojnë seriozisht që ndërmarrin masa KSVL, po dhe masa tjera qëndrueshme, që është kontrolli i braktisjeve, kontrolli i qenëve me pronar, mbarshtimet jashtëligjore nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, mënyrë që të kemi një punë sa më intensive në Kosovë këto vitet e ardhshme, sidomos tash me kryetar të ri edhe po fillojnë mandatet e reja, mënyrë që numri të kontrollohet, të zvogëlohet edhe pastaj edhe një numër i konsiderueshëm pse jo dhe të strehohet në strehimore të ndryshme, të promovohet për adoptim. Do të thotë, po jo të mendohet që vetëm me disa strehimore dhe me zhdukjen e qenëve nga rruga do të zgjidhim diçka, absolutisht jo. Do të thotë as me vrasje, se numrat po tregojnë që sa më shumë që ne mundohem të zhdukim qenë, sa më shumë që mundohem ta injorojmë mirëqenien e tyre, nevojën për kastrim sterilizim, nevojën për masa të humane dhe qëndrueshme, rezultatet vetëm se dalin edhe tregojnë se
gjendja nuk është edhe aq e mirë. Po. Elsa, me qenë se e përmende patjetër edhe që zgjedhjet i patë mos fund me herë, vetë se komunat i kanë kryetaret e tyre tashmë aktual, cilët do të udhëheqin në vendin tyre për 4 vite të ardhshme. Mirë, po a mendon që ndoshta ndonjëherë për këtyre kryetaret e komunave ka dhënë rëndësi kësaj çështjeje gjatë kësaj fushatës cilën vetë se kanë bërë, apo ndoshta fare nuk është përmend nga ana e tyre? Unë mendoj që disa kandidat, sepse kam qenë edhe në disa takime, sidomos me disa kandidat për kryetar në Prishtinë, nuk kemi pas kohë që shkojmë edhe në komuna tjera dhe nuk kemi pas kërkesa tilla, të kur kemi marrë kërkesat të kandidatëve këtu, i kemi taku dhe ja ku kemi shpjeguar dhe unë mendoj që mjaft mirë e kanë kuptuar situatën. Përveç do të thotë kryetarin aktual, përparim Rami nuk e kemi taku sepse gjatë 2 viteve, 3 vitet që e mandatit kaluar e kemi këshillu, e kemi tregu stafit e tyre se si duhet bëhet punë serioze, i kam pas fatin që t'i kenë 2 organizata shumë të mëdha serioze, ekspert ndryshëm nga jashtë që t'i këshillojnë për çështje të ndryshme dhe asnjëherë nuk kam pranuar që t'i realizojnë ato propozime, ato sugjerime, sepse vetëm kanë qenë të fokusuar në zhdukjen e qenëve. Edhe ata e kanë bërë vetëm vitin e fundit mandatit të tyre, kështu që të kishin punu pak më mirë nga 2022, jo pak më mirë, po shumë më mirë, atëherë nuk ish pas nevojë që të ndërmarrin masa ku abuzohet paraja publike me këtë masën e subvencionit adoptimit, ku njerëz absolutisht pa kurfar përvoje menaxhim të qenëve ndacak kanë marrë edhe po marrin fonde publike, do të thotë mbi gjysmë milioni vetëm 12 individ nga komuna e Prishtinës përfitojnë, kinse për të strehu qenë të ndacak, po ata nuk kanë interes që t'i adoptojnë ose t'i menaxhojnë siç duhet qenë, interesi i tyre vetëm të mbushin shtërimorën e tyre sepse përfitojnë nga ata. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne edhe kemi bërë kallëzim penal ndaj këtij aspekti, po kjo është temë tjetër, po më rëndësishme është që ky raport, këta numra duhet shërbejnë për të gjithë, jo vetëm komunat ose institucionet edhe të nivelit qendror, por edhe shoqëritë civile. Do të thotë edhe ne si organizata duhet mendojmë mirë para se të ndërmarrim një aksion sterilizimi. Nëse dojmë të kyçemi në një komunë, duhet të shohim mirë sa janë numrat, ku ka zona me më shumë të qenë, ku po shumohen, të shkojmë aty në intervenim, të mundohem që ta bëjmë një strategji dhe të intervenimeve tona, sepse kështu japim shembull pastaj edhe komunave. Sepse ideja jon, qëllimi jon si organizata është që sa më shumë të rrisim kapacitetet komunale, në mënyrë që të zbatojnë siç duhet projektet që janë për të mirën jo vetë qenëve, po edhe shoqërisë edhe të mjedisit edhe gjithëve. Po, Elsa, në fakt unë mendoj që sipas mendimit tim patjetër që këto kuviteve të fundit kemi folur mjaft shumë për çështjen e qenëve ndacak. Ndoshta është periudha kur më shumë të kemi folur pikërisht për shkak të numrit të madh gjithmonë më shumë të këtyre qenëve. Mirë, po gjithherë po shkon duke u bërë më keq situata, apo si e ke po? Është shumë e saktë, sepse tash po e vrim edhe në komunë Prishtinës, por edhe në komuna tjera që nuk janë marrë fare me kastrim sterilizim, nuk janë marrë fare me edukim të njerëzve, me ndërgjegjësim të mbajtjes së përgjithshme qenëve ndacak, qenëve me pronar faktikisht, po përfundojmë pastaj që të jenë qenë ndacak, kështu që komuna duhet shumë të bëjnë. Ne edhe si organizatë do të planifikojmë që t'i bëjmë disa punëtorime shumë konkrete, shumë teknike, që t'i realizojmë disa plane komunale me komuna të cilat kanë me shprehë interesim normalisht, bazuar këto numra dhe shifra që i ka sjell raporti, në mënyrë që edhe të kërkohet edhe pastaj edhe në qeveri buxheti adekuat, se vetëm një shembull për të marrë komuna e Fushë Kosovës ose komuna e Junikut ose që janë komuna më të vogla, nuk kanë buxhet shumë për qenë ndacak. Për shembull, edhe në komunë Podujevës Rishtazi na ka njoftuar që kanë pas 35.000 euro vetëm për trajtimin e qenëve. Aty trajton dikon 350-400 qenë. Kurse komuna e Podujevës ka mbi 2.000 qenë, gati 3.000 qenë. Do të thotë nëse ne në vit arrim vetëm të sterilizojmë vetëm një shumë pak, një përqindje shumë të vogël qenëve, atëherë po rezulton që këto projekte, këto para publike vetëm po shpenzohen kot. Kjo nuk është tash kritik ndaj komunave, sepse unë edhe i kuptoj që nuk kanë buxhet më shumë ose nuk kanë kërku ose nuk kanë pas bazë ku me bazu që me i kërku ato fonde, atë buxhet nga qeveria, po tash i kanë numrat, tash është mirë të planifikohet sa më mirë, sa më qëndrueshëm për komunat cilat i menaxhojnë, do të thotë i udhëheqin, edhe po shpresojmë që edhe qeveria e Kosovës, kurdo që të bëhet, të bashkëfinancoj që komunat të ndihmoj që të realizojnë një plan paralel dhe gjithëpërfshirës. Ne edhe në korrekt këtij viti kemi dërguar disa kërkesa tek qeveria e Kosovës, tek kryeministri i Kosovës që t'i tregojmë që situata është kjo që është, edhe komunat ka nevojë për ndihmë, sepse një nuk kanë pas numra, dy nuk kanë ditë se si ti menaxhojnë këto domethënë programe të menaxhimit të popullsisë qenëve dhe bazuar në numra të saktë
ose sado të përafërt të realizojnë punë sa më të mirë ose të kryejnë punë sa më të mirë me një buxhet që është i përshtatshëm, jo një buxhet shumë i urtë, pastaj problemi vazhdon të jetë aty. Elza, mendon që kjo është një problem vetëm që në Kosovë ndoshta është i theksuar apo ngjashëm po janë edhe shtetet e rajonit? Jo, edhe shtetet e rajonit kanë probleme të njëjta. Kanë bërë ndonjë raport të ngjashëm edhe ata që të shohin pra edhe ndoshta numra se si qëndrojnë? Jo, për fat keq jo, edhe pse e di që disa organizata partnere që në Shqipëri ose në vende tjera kanë dëshirë me bëu një gjatë të tillë, po kjo vlen edhe cekë që ky raport në nivel vendi është i pari në Evropë, edhe i treti në botë që është realizuar nga organizata të ndryshme, sepse shumë vështirë të realizohet, sepse kërkon shumë resurse edhe shumë jo dhe shumë buxhet, po edhe buxheti është i mjaftueshëm, kështu që falë For Pass International që kanë vendosur faktikisht të kyçen në Kosovë dhe të shohin realitetin, do të shohin situatën se si qëndron. Ne jemi shumë të kënaqur që ne si organizat këtu lokale, do të thotë e Kosovës, kemi mujt me bashkëpunu me ta që me realizu këtë raport dhe këtë punë shumë të rëndësishme. Do të thotë ne shpresojmë që në të ardhme edhe vendet në rajon do të dim pak a shumë se si qëndron gjendja me qendrën Dacak, edhe vlen të cekë që këto anketime duhet bëhen në vazhdimsi. Ideja jonë është që t'i japim një motivim komunave që t'i bëjnë këto në komunat e tyre, sepse sa është i vështirë nuk është edhe aq i komplikuar, do të thotë mund të bëhet nga një zyrtar, dy zyrtar, një ekip edhe me vullnetar, pse jo se me shoqërinë civile, mënyrë që të vazhdohet me numra, që të shihet, që të shohin edhe vetë komunat se sa po realizojnë edhe sa po bëjnë. Nëse japin 300.000 euro si tash për shembull komuna e Vushtrris, komuna e Pes kanë jep mbi 200.000 euro tender për kastrim dhe sterilizim, ose komuna e Prishtinës gjithmonë thotë që ka shpenzuar 4 milion, 5 milion euro në këto 4 vitet e fundit. Ne nuk mund të themi që kemi ndonjë rezultat për këtyre do të thotë shpenzimit kaq të madh të paras publike, kështu që për neve është shumë e rëndësishme që para publike shpenzohet siç duhet, rezultatet kemi sa më shumë dhe mos të punojmë vazhdimisht duke u sillur në një njëjtin vend pa sill rezultate. Elza, unë falenderoj shumë për kohën që e pate, por shpresoj që me të vërtetë edhe për çështjen e qendrëve të rregullohet sa më parë, sepse është problematike për qytetarët, mirë po një të kohë edhe për qend kur ata nuk e kanë një strehim të mirë edhe një shëndet të mirë, patjetër që mund të ndikojnë drejt për ditën dhe mirëqenien tonë. Faleminderit shumë për kohën që e pate dhe shumë kënaqësi si gjithmonë me të diskutuar me ty. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.